Në mungesë të gjetjes së një gjuhë të përbashkët mes lidhjes së sindikatave të Maqedonisë dhe qeverisë, LSM ka paralajmëruar proteste me blokadë që do të mbahet të martën para kuvendit të Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga ora 9. Bllokimi do të zhvillohet në rrugën 11 Tetori dhe Dame Gruev. Nga LSM thonë se protesta po organizohet për shkak të heqjes së një veçare të deputetëve për propozimin e tyre për rritjen e pagës minimale dhe pagave të tjera. Sindikata kërkon që paga minimale të rritet më njëherë në 600 euro dhe pagat e tjera të rriten me të paktën 6.000 denar ose diferencën që do të rezultojë nga rritja e pagës minimale. Kryetari i LSM-së Slobodan Trendafilov përmes një statusi në rrjetin social Facebook njofton se përmes bllokadës do të përpiqen të parandalojnë deputetët nga përdorimi i shpenzimeve të udhëtimit dhe u bën thirrje atyre që të votojnë urgjentisht për rritjen e pagave të punëtorëve, si dhe për uljen e të ardhurave të zyrtarëve në përputhje me iniciativën e tyre. Përndryshe, ai njofton mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve për ndryshime ligjore. Deputetët do të jenë të parë që do të përballen me zemërimin e punëtorëve edhe përmes bllokadës do të bëjmë të pamundur atë ditë mbledhjen e shpenzimeve të udhëtimit që të kalojnë 100 euro në ditë për të udhëtuar në këmbë ose me transport publik, ashtu siç shkojnë punëtorët në punë çdo ditë. Sindikata u rikujton se jo vetëm që duhet të votojnë urgjentisht për rritjen e pagës minimale dhe për rritjen e të gjitha pagave të tjera, por duhet të votojnë edhe për uljen e pagave të zyrtarëve sipas iniciativës së LSM-s. Sindikata informon se gjatë protestës do të mundësohet lëvizja e papenguara e ambulancave, zjarfikësve dhe automjeteve të policisë. LSM u kërkon ndjes qytetarëve për çdo vonesë dhe njofton se çdo rast emergjent do të anashkalohet. Ndërkaq, kujtojmë se gjatë ditës së djeshme, Sindikata e Administratës së Gjyqësor me qeverinë kanë rënë dakord me çka është arritur marrëveshja për rritjen e pagave për rreth 11.000 të punësuar në administratë, gjykata dhe prokurori. Rritja do të nisë nga muaji mars dhe paraqet hapjen e parë për një proces gradual që për 3 vjet synon rritjen deri në 40%.